Është duke mbaruar dhe pas pak ditësh do ta kemi finalen e Big Brother VIP Kosova edicioni 3. Nga sa pari kanë marrë konkurrentët e sidomos këta finalista që kanë qëndruar shumë gjatë brenda shtëpisë e kanë dhënë show. Po njërë të presha ke fura, ti po fek për përshpëriki jo vlo, për përshpëriki jo vlo. Veç parë du mi marë edhe kërkush s'ka më po. Blini Lamborghini me mos sill nga Tirana më po dikush. Drejt fundit, bëhet fjalë për Big Brother VIP Kosova. Dikush prej 5 finalistëve do të shpallet fitues e ta rëmbejt çmimin e madh të premten e 24 janarit. Triumfuesi gjendet mes Drilonit, Sarës, Vullnetit, Gjenetës dhe Xuzet. E pikërisht për këtë të fundit, në Zoom ju sjell informacionin se kush të vetëm që showmeni të futet brenda shtëpisë e pati kontratën ku produksioni a premtoi hiç më pak se 13.000 euro. Por kjo nuk është e tëra, ekskluziviteti vjen me lajmin që shumës prej 13.000 euro i shtohen edhe 10.000 të finales, por prisni pak. Nga kjo që po dëgjojmë i bie se Xuzi për të qëndruar brenda 4 mureve e krijuar situata, bër debate dhe në show e pati 600 euro javën. Mas ne. Për te, ja? Zaksmund. Jo, a di pse po thoj se ka edhe me kontrata që i ka 2-3 javë, ka çka, po veç për çfarë veç. Of course. Nëse kujtoj mirë, autori dhe moderatori Metropol në Radio Kosovë u fut në javën e 2 të fillimit të kësaj aventure televizive dhe i bie në total 11 javë. Hajde i bëjmë bashkë llogarit. 13.000, 10.000 të finales, 23.000, plus 11 javë nga 600 euro, bëjnë 6.600 euro, që në total i bie hiç më pak se 29.600 euro. Ama vlen të përmendet fakti që krejt këto parana i mbunjaku i humb nëse rastësisht shpallet fitues. Pra, merr vetëm çmimin e madh e jo dhe honoraret. Nga Xuzi kalojmë tek banorët tjerë, pagesat variojnë nga 500 deri në 1.500 euro, ku secili nga këto personazhe dallojnë nga njëri tjetri. 1. Për shkak të audiencës që ata kanë në rrjetet sociale. Dhe 2. Nga çka kanë dhënë për këta 3 muaj në Big Brother VIP Kosova. Madje për të shtuar këtu faktin që ka zëra se thonë që Drilonit është premtuar çmimi, e bile këtë gjë e ka cekë dhe ish banorja Gresa, e cila u eliminua në gjysmë finale, duke hequr dorë përfundimisht nga çmimi i madh. Ku muj me pa, unë një banor që e kam su dhoma rrëfime që ka me ba. Nuk muj me pa si lojtar. Nuk muj me pa si lojtar një person që ka ofendu të lutem. Ka ofendu në familje. Po nuk muj me pa një lojtar që ka ofendu në familje, ka prek në moral. Nuk muj me pa ato si lojtar. Nuk muj me pa një lojtare që ka ndajt vetëm pijama dhe ka pi çaj. Nuk muj me pa. Nështë mund është me haludu, me thonë që produksioni ka mujtë me i tregu, po nuk e fakte për këtë sen që mund është me thonë. Nështë kam edhe fakte, po në regull. Jo, s'ta ka kalëzu kordi, shka. Gresa për më tepër ka akuzuar dhomën e rrëfimit që ka ndihmuar te mase boksierin Rama që të triumfoj.
Për ndryshe ishte ish konkurentja e Bigut të kaluar Edona James, e cila pati bërë një deklarat bombastike, e që ta se mori hiq më pak se 1.500 euro në javë, për atë shko sa ishte brënda shtëpisë. E si që dim, ajo e preku dhe finalen, shtenjani lapse një vatë. Për fund duhet tënë se sikurse dhe në sezonin e kaluar, po edhe në këtë ish banorët me radhë po futën nga 24 orë për të qëndruar me 5 finalistët. E filluan me Rezin, e vazhduan me Milen dhe Oltën, Edona James e Santiana, e tani me fituesin e edicionit të parë Stresi. How you doing? Çfarë? Kuku. Re Xuze, çfarë thash porzet? Hajde.